e zotërit deputet, antar të komisionit. Së pari më lejoni t'ju falenderoj për mundësinë e krijuar për të ndarë me ju punën intensive dhe voluminoze të institucionit të Bankës së Shqipërisë për hedhjen e një hapi të rëndësishëm drejt integrimit ekonomik të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky hap ka të bëjë me dërgimin zyrtar të aplikimit të Shqipërisë pranë Këshillit Evropian të pagesave për antarësimin e vendit tonë në zonën gjeografike të tregut unik të pagesave në euro, i ashtu quajtur SEPA. Siç ishte parashikuar në planin e veprimit, ky aplikim i Shqipërisë u dërgua në muajin qershor të këtij viti nga Banka e Shqipërisë. Nisur nga rëndësia që SEPA ka në shumë dimensione, shpreh mirënjohjen për vëmendjen që ky komision i nderuar po i kushton procesit të antarësimit të Shqipërisë në SEPA. Ne gjykojmë se finalizimi me sukses i procesit do të përfitojë edhe nga mbështetja e gjithë institucioneve shtetërore të përfshira në proceset integruese. Përpara se të kaloj në detaje për procesin e aplikimit, lejoni të përmend shkurtimisht historikun dhe kontekstin e procesit. Puna për antarësimin e Shqipërisë në SEPA ka nisur që prej vitit 2021, kur Banka e Shqipërisë u bë pjesë e projektit rajonal për modernizimin e sistemeve të pagesave në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky projekt e ka origjinën në marrëveshjet e procesit të Berlinit dhe synon zhvillimin e marrëdhënieve financiare dhe ekonomike midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe njëkohësisht edhe integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian. Për të nxitur përpjekjet e vendeve për thelluar integrimin e tyre ekonomik me tregun evropian, në nëntor të vitit 2023, Komisioni Evropian përfshiu antarësimin e përshpejtuar në SEPA në agjendën prioritare të rritjes së rajonit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Vlerësimet e atërshme të ekspertëve të Bankës Botërore tregonin se Shqipëria ishte ndjeshëm e përgatitur për të nisur aplikimin pasi plotësonte pothuajse të gjitha kriteret. Në veçanti u vlerësua se vendi ynë kishte përparuar dukshëm në parafrimin e legjislacionit pagesave me atë evropian. Angazhimi për të nisur aplikimin për antarësimin në SEPA u ritheksua edhe gjatë ministerialit Ballkani Perëndimor drejt tregut unik të pagesave në euro SEPA, mbajtur në 28 shkurt të këtij viti, ku Shqipëria u angazhua të dorëzonte aplikimin brenda muajit qershor. Banka e Shqipërisë ka qenë udhëheqëse dhe koordinatore e punës për dërgimin e aplikimit. Megjithatë, realizimi i tij është bërë në bashkëpunim dhe me kontribut nga autoritetet e tjera shtetërore sipas kërkesave që përmban ky aplikim. Gjej rastin t'i falenderoj për bashkëpunimin shumë të ngushtë dhe angazhimin maksimal të gjitha institucionet e përfshira në proces dhe veçanërisht Ministrinë e Financave. Banka e Shqipërisë hartoi një plan veprimi, koordinimi dhe bashkëpunoi me institucione vendase të përfshira në proces, si dhe vendosi ura komunikimi me Këshillin Evropian të Pagesave dhe me Komisionin Evropian, me qëllim trajtimin e çdo nevoje të shfaqur gjatë procesit. Gjithë procesi i aplikimit është bërë me asistencën e vyer të Bankës Botërore. Lejoni të theksoj se fal këtij koordinimi dhe bashkëpunimi u arrit që brenda një periudhe kohore në më pak se 5 muaj, jo vetëm të hartohej një material voluminoz dhe i detajuar, por dhe të kaloheshin me sukses të gjitha fazat e konsultimit paraprak me Këshillin Evropian të Pagesave dhe me Komisionin Evropian. Kriteret e vendosura nga Këshilli Evropian i Pagesave për vendet që kërkojnë të bëhen anëtarë të SEPA-s përqendrohen në 2 drejtime. Së pari, vendi aplikant duhet të garantojë lidhjet ngushta ekonomike me Bashkimin Evropian dhe së dyti duhet të demonstrojë përputhjen e legjislacionit me Bashkimin Evropian në fushën e pagesave, por jo vetëm. Kjo e fundit zë dhe vëllimin më të madh në aplikimin që ne bëm në Komisionin Evropian të Pagesave. Në fushën e pagesave, Shqipëria tregon një pajtueshmëri të lartë ligjore me AQIS dhe me kuadrin rregullator në SEPA. Që prej vitit 2018, vendi ynë ka përshpejtuar përpjekjet në këtë drejtim nëpërmjet hartimit nga Banka e Shqipërisë dhe miratimit të ligjit për shërbimet e pagesave dhe të kuadrit rregullator për zbatimin e tij. Ky ligj transpozon direktivën e BE-s për shërbimet e pagesave të njohur si PSD2. Ai siguron konkurrencë, transparencë dhe mbrojtje të konsumatorit gjatë ofrimit të shërbimeve të pagesave me të njëjtat standarde si ato të Bashkimit Evropian.
Me qëllim për afrimin e plot të kuadrit rregullator të pagesave me SEPA-n, gjatë muajve mars dhe prill, Banka e Shqipërisë përgatiti dhe miratoi një rregullore 3, e cila transpozon të ashtu quajturën rregullore të SEPA-s. Krahas përcaktimit të disa standardeve të harmonizuara, kjo rregullore i lejon sistemit bankar kohë të mjaftueshme për të përshtatur infrastrukturën e tij me skemat e SEPA-s. Një aspekt tjetër i pajtueshmërisë ligjore lidhet me praktikat për mbikëqyrjen e sistemit bankar dhe kërkesat rregullatore për kapital, të cilat u konsideruan përgjithsisht në përputhje me legjislacionin e BE-s në kontekstin SEPA. Një nga pikat më delikate në aplikim është pajtueshmëria ligjore në drejtim të masave për parandalimin e pastrimit parave dhe luftës kundër financimit të terrorizmit. Dalja e Shqipërisë nga lista gri vitin e kaluar hoqi një barrierë që pengonte plotësimin e kritereve për aplikim. Legjislacioni ynë në fushën e pastrimit parave vlerësohet përgjithsisht në përputhje me AQUIS, ndonse ka ende vend për ndryshime ligjore. Ne jemi në kontakte të vazhdueshëm me kolegët e Agjencisë së Inteligjencës Financiare për të diskutuar adresimin e ndërhyrjeve të nevojshme, të cilat do të mbështesin suksesin e aplikimit të Shqipërisë për SEPA. Megjithatë, më lejoni të theksoj se në këtë drejtim, një përfitim i rëndësishëm që vlerësohet se do të sjellë anëtarësimi në SEPA, krahas formalizimit të ekonomisë, është dhe mundësia e një zbatimi rigoros të parandalimit të pastrimit të parave. Më konkretisht, shkurtimi i ciklit të pagesave dhe përfshirja e më pak aktorëve në këtë proces krijojnë mundësinë e një monitorimi më efektiv nga ana e organeve ligjzbatuese në drejtim të parandalimit të pastrimit parave. Për më tepër, praktikat dhe standardet e funksionimit të skemave SEPA, për shkak të një standardi komunikimi më të avancuar, ISO 222, krijojnë parakushtet e nevojshme që monitorimi i transaksioneve të bëhet në mënyrë më efikase. Aspektet të tjera ligjore, pjesë e kushteve për të qenë pjesëmarrës në SEPA, lidhen me mbrojtjen e konkurrencës, mbrojtjen e të dhënave personale, lëvizjen e lirë të kapitalit, trajtimet tatimore sipas standardeve ndërkombëtare, të drejtat ndërkombëtare private e të tjera. Vlerësimet e autoriteteve përgjegjëse, të mbështetura edhe nga përfundimet e takimeve në screening, tregojnë se legjislacioni ynë është i parafruar mjaftueshëm me AQUIS sa i përket SEPA-s. Aplikimi i Shqipërisë do të shqyrtohet nga Këshilli Evropian i Pagesave, i cili është administratori i skemave SEPA, si dhe nga Komisioni Evropian. Ky i fundit duhet të jap dakordësim për pranimin në SEPA në kontekstin e integrimit të vendeve jo anëtare me tregun evropian, bazuar me rregulla dhe standarde të njëjta me ato të Bashkimit Evropian. Për te rëndësisë politike, në kuadër të integrimit evropian të vendit, pjesëmarrja në SEPA ka një sër përfitimesh konsiderueshme për konsumatorin, bizneset dhe ekonominë shqiptare. Së pari ofron pagesa ndërkufitare në euro me të njëjtat kosto si ato që aplikohen brenda vendit. Kjo përkthehet në pagesa më të lira dhe më të shpejta me vendet anëtare të SEPA-s. Aktualisht transfertat dhe pagesat me vendet e BE-s dhe anasjelltas kryhen nëpërmjet bankave korrespondente, një kanal i kushtueshëm ky dhe jo efikas në terma të kohës së ekzekutimit të transaksionit, monitorimit e finalizimit të tij, transparencës së kushteve të punës dhe mbrojtjes konsumatorit. Me kryerjen e transfertave nëpërmjet SEPA-s, kostoja e pagesave ndërkufitare në euro me vendet anëtare të Bashkimit Evropian është minimalisht ose do të jetë minimalisht 5 herë më e ulët se aktualisht. Kjo do të ketë ndikim domethënës duke pasur parasysh që pjesa më e madhe e transaksioneve financiare ndërkufitare kryhet me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pra rreth 58% e tregtisë së madrave. Njëkohësisht këto vende sigurojnë mbi gjysmën e stokut të investimeve të huaja direkte. Përfitimet ekonomike nga kryerja e pagesave me efikasitet më të lartë sa i përket kostove, kohës dhe sigurisë janë të mëdha dhe sipas vlerësimeve tona paraprake, sikurse kemi thënë, arrin deri në 20 milion euro në vitin e parë për të rritur më tej në mënyrë progresive në vijim. Më konkretisht, duke u bazuar në eksperiencën e sistemit AIPS Euro që kemi aktualisht, që kemi implementuar para 2 vjetësh, nëpërmjet cilit Banka e Shqipërisë, që nga fillimi i operimit pra në janar të vitit 2022, i ka kursyer tregut shqiptar rreth 50 milion euro, komisione transfertash,
vlerësohet se impakti i antarësimit në SEPA do të jetë edhe më i gjerë se ky sistem, implementimi i këtij sistemi. Në parim të dy projektet synojnë të reduktojnë komisionet e pagesave, megjithatë AIPS Euro ka si fokus pagesat në euro brenda vendit, ndërkohë që SEPA do të ndikojë tek pagesat ndërkufitare, jashtë vendit pra. Në këtë këndvështrim, duke qenë se volumet e transaksioneve ndërkufitare janë shumë fishi atyre vendase, për shkak të turizmit, tregtisë dhe ndërveprimit të ngushtë që kanë qytetarët evropianë dhe ata shqiptar, baza e impaktit të shumë e gjerë dhe adreson komisionet e larta që aplikoheshin për këto lloj pagesash nga bankat. Së dyti, lehtësimi i kryerjes së pagesave ndërkufitare me partnerin tregtar kryesor të Shqipërisë BE-n nxit zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tregtare me tregun evropian. Duke lehtësuar kryerjen e transaksioneve, bizneset shqiptare kanë akses në një treg më të madh me mundësi për zgjerimin e shërbimeve dhe produkteve dhe rritjen e konkurrencës, duke i siguruar partnerët evropianë se do të marrin të njëjtin trajtim si brenda BE-s. Së treti, pothuajse të gjitha dërgesat e migrantëve vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar, e cila dhe kjo e fundit është po ashtu antare në SEPA. Lehtësimi që sjell SEPA do të nxjisë përdorimin e kanaleve zyrtare për transfertet e remetancave për posë rritjes së vlerës së kursimeve. Së katërti, pjesëmarrja në SEPA nxit ngritjen e një sistemi pagesash eficient dhe të besueshëm për vendet vogla si Shqipëria. Si regulatori i tregut të pagesave, ky është i objektivi dëshiruar për Bankën e Shqipërisë. Nëpërmjet standardizimit të pagesave ndërkufitare dhe përdorimit të një teknologjie të përparuar, bëhet i mundur zhvillimi i një tregu pagesash më bashkëkohor në përputhje me politikat europiane. Ai ndihmon konkurrencën në tregun e pagesave me vlerë të vogël, si dhe transparencën dhe besueshmërinë e produkteve që i afrohen publikut për pagesat ndërkufitare. Së fundi, përdorimi i pagesave SEPA pritet të sjellë ndryshime pozitive në sjelljen e kompanive shqiptare dhe të individëve sa i përket mënyrave të kryerjes së pagesave elektronike, pra cashless. Ai shërben si instrument edukues dhe mbështet zgjerimin e përfshirjes financiare të popullatës. Edhe pas dorëzimit të aplikimit, Banka e Shqipërisë ka vijuar punën për plotësimin e kuadrit rregullator dhe krijimin e kushteve teknike në dobi të procesit. Aktualisht, së bashku me institucionet përkatëse, po shqyrtojmë mundësinë për të prezantuar disa ndryshime në kuadrin rregullator që lidhen me zbatimin e ligjit për shërbimet e pagesave dhe të masave për parandalimin e pastrimit të parave gjatë kryerjes së transfertave ndërkufitare. Këto ndryshime reflektojnë rregulloret e reja të Bashkimit Evropian që kanë hyrë në fuqi së fundmi ose do të hyjnë në fuqi në muajt në vijim dhe janë relevante në kontekstin e pjesëmarrjes në SEPA. Me miratimin e përfshirjes së Shqipërisë në zonën SEPA, institucionet tona të pagesave duhet të antarësohen individualisht për të marrë pjesë në skemat e saj. Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë disa iniciativa në drejtim të zhvillimeve infrastrukturore me qëllim lehtësimin e antarësimit. Këtu vlen përmend projektin për përmirësimin e sistemeve tona të pagesave, duke synuar ndër të tjera për afrimin e mëtejshëm me standardet e komunikimit ISO 222 dhe rregullat e funksionimit të SEPA për transaksionet brenda vendit. Zbatimi i këtyre standardeve dhe rregullave është parakusht i nevojshëm për kriteret teknike të këtij tregu në momentin që institucionet tona të pagesave do të antarësohen në skemën SEPA. Para përgatitja e tregut, duke i bërë të detyrueshme këto standarde për pagesat brenda vendit, vlerësohet se do ndihmojnë ndjeshëm aktorët e tij që të jenë të mirë përgatitur për antarësimin në SEPA. Tu hyn bankat dhe institucionet e parasë elektronike që kryejnë transferta. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë është në kontakte të vazhdueshme me shoqatën shqiptare të bankave pra për këtë qëllim, për të mbështetur dhe për të orientuar bankat në përgatitjen e infrastrukturës së nevojshme. Sikundër përmenda, pas marrjes së miratimit për përfshirjen e Shqipërisë në zonën SEPA, bankat kanë një kohë në gjykimin tonë të arsyeshme për të përgatitur kushte teknike që të kryejnë transferta SEPA. Megjithatë, dua të theksoj se fakti që një pjesë e bankave janë me origjinë europiane ndihmon në tranzicionin e shpejtë dhe efektiv drejt përparimit të implementimit të këtyre skemave. Një projekt tjetër mjaft i rëndësishëm përtej SEPA-s, pas përfshirjes në SEPA, dua ta theksoj, i lidhur dhe me SEPA-n, është dhe në tregun e brendshëm pagesave, pra për tregun e brendshëm pagesave është dhe ai zbatimit të infrastrukturës për pagesat e shpejta që e quajmë instant payment.
Në arenën ndërkombëtare po evidentohen gjëtnia më shumë rëndësia e sistemeve që mundsojnë transferimin e fondeve 24 orë në çdo ditë të javës, pra 24/7, duke përdorur mënyra inovative jo vetëm për tregun vendas, por edhe përmes ndërlidhjeve të synuara për pagesat ndërkufitare. Pagesat e shpejta, instant payment, lehtësojnë tregtinë ndërkufitare, rrisin konkurrencën dhe reduktojnë kostot. Për arritjen e këtij projekti të nisur vite më parë, janë kryer analiza bazuar në nevojat e tregut vendas, por dhe në ndërlidhjet me vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian. Aktualisht ne jemi në komunikim me Bankën e Italisë, Bankën Qendrore të Italisë, për të adoptuar një sistem që do të jetë identik me sistemin e pagesave të shpejta që operon Banka Qendrore Evropiane. Në këtë mënyrë, sistemi që synojmë të adoptojmë do të jetë përputhje me SEPA-n dhe me sistemet tjera që operojnë në BE. Pra ne kemi dakorduar me Bankën Qendrore të Italisë që të implementojmë pas pranimit në SEPA një sistem pagesash të shpejta 24/7 që do të jetë tip sklon. Do të jetë një klonim i sistemit të pagesave që kryen të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe ku Banka e Italisë është banka qendrore brenda Bashkimit Evropian që ka ekspertizën në implementimin e këtij sistemi në të gjitha vendet që e përdorin. Në përfundim të kësaj fjale, shpreh edhe një herë angazhimin maksimal të Bankës së Shqipërisë për të vijuar bashkëpunimin me institucionet e tjera për të realizuar me sukses këtë objektiv kombëtar. Banka e Shqipërisë si ent rregullator do të marrë të gjithë masat e nevojshme për të mbështetur anëtarësimin e institucioneve shqiptare të pagesave në SEPA dhe integrimin e tyre në tregjet europiane. Ju falenderoj për vëmendjen. Ky është prezantimi që Banka e Shqipërisë kishte lidhur me SEPA.